nuk është përballjes direkte. U bo një farë trendi po mdoket, po menojnë që kanë me fitu me Facebook edhe me TikTok. Unë menoj që në Kosovë nuk fituhet me Facebook edhe me TikTok, në rast se ish fitu. Orani Smojli, para 4 vjete, e ka pas njënën për fushato matë mira në ashta që në po edhe në Balkan. Po jo veshin në Kosovë, mirë po ka të regu që njerëzit që përcaktojnë kush fiton. Ata rrinë ma pak në Facebook e nuk rrinë hish në TikTok. Nëse ka menu me fitu kush do, duke u shmong, e kjo shmongja është një farloj arrogonce që do duhej mjë u hakmirë në rundin e dytë. Në rast se cili do prej kandidatve nuk vjen mu balafashu me kunder kandidat, ata që nuk e kanë fotin ose si morin votat në shku balotash, do duhej të mos të mbështetnin ose ta kundërshtonin dhe t'i bënin pengesa ati i cili nuk i ka përfill edhe nuk i ka pot den tullin në tavolin dhe t'i ndojnë mendimet, qëndrimet, besa edhe të prezentojnë programe, në rast se kanë edhe pse programet e tyne kanë njerë në kush e njen pushtetin lokal, ligjin për vetë qeverisjen lokale, edhe një pjesë të kompetencave që ata i kanë bazike, mirë po ju ushtrojnë ndërmorjet regionale, që ditët njeri kanalizim në zdysha jonë të garu për naj shef në sektore të KRU-ve. Kanalizim kom insistuën për shkak që është kam duket e papranueshme në 2030 që njerëzit mos me pas kanalizim të shtëpia, e mandej është debat, çka është punë e KRU-s, çka është kompetence komunës pikërisht për shkak të saj, që është ligji për veçeverisi lokale, edhe çka janë statutet e kompanive rajonale të ujësjellësit, po domi është njerëzit kanalizim s'kanë të shtëpia, stop, besoj edhe kur e kanë qitë komuna, edhe kur e kanë qitë komuna në shumicën e hera është jo funksional, ose edhe aty ku është funksional, dirdhet një ramjet lirë në rrjedhat e Kosovës edhe i vronë lumejt e Kosovës. Që është temën vetë krim ekonomik pastaj.